Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun te baraka wa taala, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqert, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu te baraka wa taala thot në librin e tij e përshkruan fjalën e Ibrahimit alayhi salam, wa qala rabbi inni muhajirun ila rabbi innaka antal azizul hakim. Vërtet, dhe Ibrahimi tha, o Zoti im, unë do të emigroj tek Zoti im, pra do të marr udhtim drejt Zotit tim, vërtet je i gjithë fuqishëm, me jurt i gjithë gjykues. Kuptimi i ajetit. Ky argument, ky ajet nga Kurani dëshmon se Ibrahimi alayhisalatu wasalam kishte emigruar, kishte bërë hijret. Hijreti ishte e para, kemi përmendur në derset e kaluara se Ibrahimi alayhisalatu wasalam ka qenë nga Babilonia, Babil, vend në Irak në sotëm. Pastaj ka shkuar në Sham, pra në tokën e Shamit, në Damask, në ato pjesë, dhe më pastaj ka marrë rrugtimin drejt Egjiptit, e pas Egjiptit është drejtuar në tokën më të dashur të Allahut në Mekka. Bashortja e parë e Ibrahimit alayhisalatu wasalam ka qenë Sara, do të thonë Sara ka qenë bashortja e parë. Pasi ata e pan moshën e tyre të vjetër dhe ende nuk kishin fëmijë, ata morën një rrugë, do të thonë elçun Shamin për të drejtuar drejt Egjiptit, një popull tek i cili ishte një udhëheqës kriminal, do të thonë një udhëheqës pabesimtar, dhe ajo çka ishte e keqe tek ai popull, se ai kriminal, do të thonë ai udhëheqës, ai diktator, kur e shihte një person që ka një bashkëshortë të mirë, e vriste bashkëshortin, e vriste burrin dhe ja mërte gruan. Pra ishte traditë e atij udhëheqësi, atij diktatori, që kur i ka pëlqyer një femër, pra kjo ka qenë ai epshi i tij, ka qenë ajo e veçantë e tij e keqe, kur e ka pa një person i cili e ka pas një grua të mirë, dhe kur ka hyrë Ibrahimi alayhisalatu wasalam në Egjipt, njerëzit e kanë vrejt se ka hyrë një person i panjohur dhe ka një bashkëshorte, Sara, do të thonë, e kanë shku te mbreti dhe kanë njoftuar se ka hyrë një person i cili është me një grua shumë të bukur. Dhe ka ndodhur më e keqja, që është friksuar Ibrahimi alayhisalatu wasalam. Dhe kur i kanë thirrë, kur e ka dhënë urdhrin ai mbreti i Egjiptit, atëherë Ibrahimi alayhisalatu wasalam, tamam siç ka në hadith Buhari, do të thonë Sahih Buhari, se e ka njoftuar Sarën dhe i ka thënë se kur të pyesin për mua, thuaj se jam vllai i juaj. Vllai i juaj. Pra, padyshim se ka një sigurisht kishte realitet, sepse vlla për nga feja. Edhe pse e ka thënë të vërtetën Ibrahimi alayhisalatu wasalam dhe është kuptuar si është vlla për nga gjaku. Por qëllimi ka qenë se dhe kur i ka thënë Ibrahimi alayhisalatu wasalam s'ka në fytyrën e tokës posmeni dhe teje musliman. Edhe pse luti ishte në atë kohë, mirë po komentatorët thonë se qëllimi është nuk ka në tokë përveç meje dhe teje, burr dhe grua musliman. Pra sepse besimtari ishte edhe luti alayhisalatu wasalam. Dhe ai e ka ftuar Sarën dhe e ka pyetur, pastaj Sara i ka treguar se është vlla i saj, dhe qëllimi ishte pra që të largohen prej një të keqe të madhe, që të mos e vrajnë Ibrahimin alayhisalatu wasalam, edhe të mos i ndodhë një keqe bashkëshortes së Ibrahimit alayhisalatu wasalam. E shihni pra se si ka sprovuar Allahu te bareke ve teala në pikat më të rënda pejgamber të Allahut subhanahu wa taala, që
ta provokojë edhe nderin e Ibrahimit a.s. Dhe derisa u ndan dhe u fut ajo tek pallati mbretërori atij kriminali, diktatori, Ibrahimi a.s. vazhdimisht bën të dua që Allahu ta ruaj nderin dhe moralin e Sarës. Ai në momentin kur dashti që ta prek me dorën e tij Sarën, siç ka në argumente, në moment ju ka paralizu dora, dhe me thonë nuk ka mujt me ju afru, nuk ka mujt me prek. Edhe e ka pasi diçka është e jashtëzakonshme dhe i ka thonë lutu që të më kthehet dora në gjendje normale. O shlut Sara dhe Allahu ja ka lëshu dorën atij dhe prap ka tentuar herën e dytë. Edhe ashtu ka ndodhur. Ka thonë lutu për herën e tretë kur e ka pasi diçka, atëra i ka thonë ç'ma keni sjell këtë njëri, dhe më thonë si lloj shejtan ose diçka ka menduar që është nuk është njëri, ka thonë këtë. Atëherë e ka marrë Haxherën si shërptore, edhe ja ka dhënë në përgjithësi Sarës. Dhe Sara u kthy me Haxherën te Ibrahimi a.s. dhe janë kthy të dysh, do të thonë tani 3 së bashku. Ibrahimi a.s. e ka martu Haxherën dhe Sara, pavarësisht asaj që është e natyrshme që femra të ketë zili, kjo është e natyrshme që ndodh zilia, dhe me thonë edhe te gratë e ndershme besimtare, që të kenë zili për, dhe me thonë kur një personi ka ma shumë se me një grua, por me gjithat, gratë e ndershme në ato që vendosin për në të mirën e Islamit, dhe ka pa që Sara është në mosh, ka thënë që kjo është në pronësinë time, sepse ishte dhuratë, me thonë ja kishte dhuruar dhe ja dhuroi Ibrahimit a.s. që të martohej, e gjithë kjo që të ketë pas ardhes në të ardhmen. Dhe pa dyshim, pas ardhësit dolin edhe nga martesa me Haxherën dhe më vonë që do të përmendim edhe me Sarën që Allahu ja ka sjell një evlad Ishakun. Por ndodhi zilia, kështu që Ibrahimi a.s. e mori Haxherën dhe u largua nga Sara, pra nga Damasku apo nga Shami, dhe Allahu urdhëroi që të drejtohen drejt Mekkës. Buhari e përshkruan, domethënë nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, se si është udhëtimi i Haxherës me Ibrahimin a.s. E para, në atë kohë ka qenë, duhet ta keni parasysh, udhëtimet kanë qenë të jetë vështira, por megjithatë kjo është rrugtim drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Haxherja me djalin e saj që i lindi Ismaili, dhe gjatë periudhës kur e ka pasur duke i dhënë gjy, e kanë marrë rrugën drejt Mekkës. Dhe e përshkruan Ibn Abbasi se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar domethënë udhëtimin e Haxherës, edhe përshkruan se thumma jaa biha Ibrahimu wa bi ibniha Ismail. Ka ardhur Ibrahimi me djalin e saj, me djalin e tij, me Haxherën dhe me djalin e saj Ibrahimin, Ismailin, wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma 'inda al-bayt 'inda dawhatin fawqa Zamzam. Dhe kanë ardhur në vendin pranë Mekke, tek vendi i Zemzemit ku ka buru ujë, dhe janë ulur në një penë. Aty ju ka lënë Ibrahimi a.s. një çantë nga lkura me ujë dhe ka pas pjesë të hurmave. Dhe është kthyer Ibrahimi a.s. I ka kthyer shpinën dhe u nis. Në ato momente i Haxherja kur e ka pa largimin e Ibrahimit a.s. ju ka shku dhe e ka thirr ja Ibrahim ayna tadhhab wa tatrukuna bi hadha al-wadi alladhi laysa fiha insun wala shay. Ka thonë Ibrahim, ku po shkon, po na lën në këtë vend ku as nuk ka njerëz, as nuk ka ujë. Pra shkretin, vendi pa njohur. Ashtu derisa e ka kuptuar Haxherja se kjo është një veprim diçka jo i zakonshëm, se nuk është e zakonshme që njeriu të shkon me familjen e tij ta lënë një vend pa askënd dhe as të mos i thotë më ka mirë, po kjo e ka kuptuar
se diçka është e veçantë dhe i ka thonë, a Allahu të ka urdhëruar që neve me na lënë këtë? Ka thonë, po. Atëherë qalet, ka thënë, idhen la yudayyi'una, atëherë neve nuk do të na humb Allahu subhanahu wa taala. Kjo është këtu buron domethënë shifet qartë çfarë imani, çfarë qëndrueshmërie, çfarë mbështetje ka pas në Allahun subhanahu wa taala Haxheria. Pastaj pasi është largu tek Thania, pasi ka kalu kodrën Ibrahimi alayhis salam, kur nuk e kanë pra Haxheria me djalin, aty domethënë masi është largu, është drejtuar me duart drejt qiellit pra Ibrahimi alayhis salam dhe ka thënë Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. O Zoti ynë, unë e lash familjen time pas arsit e mi, pra që të banojnë në këtë lugin ku nuk ka ushqim, nuk ka fryte. Inda baytik, të shtëpia jote, në shtëpinë Bejtik el-Muharram. Rabbana li yuqimu s-sala. O Zoti ynë, pra vendosja e familjes sime në këtë vend, të shtëpia jote, në haram, që të falet namazi, që ata të falin namazin, faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim. Bëre që një pjesë e njerëzve të kenë dashurinë ndaj tyre, prandaj pas arsëve të tyre. Nuk ka thënë gjithë njerëzit, këtë botë, mirë po disa prej njerëzve, ata janë si muslimanë. Tu përjashtohen jehudët dhe krishterët. Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Dhe furnizoj me gjitha frytet, me gjitha të mirat, me fryte, la'allahum, ndoshta ata do të jenë falendërues. Pastaj Haxheria me Ismailin kanë qëndruar aty dhe është përfunduar ujë edhe ushqimi, dhe kur e ka pa Haxheria djalin e saj duke u përtyp për ujë, me thënë e ka ndje veten shumë keq dhe ka fillu të lëviz pra për më kërku ujë. Ka shku në Safa, është ngritë në Safa, pra Safa edhe Marwa janë dy kodra dhe në mes tyre ka qenë lugin. Edhe kur ka shku në Safa, ka këshyrë mos po gjën dikon ujë. Kur ka zbrit nga Safa, pra e ka ngrit, do me thënë petkun apo rroba duke vrapu për të vrapuar, edhe është ajo pjesa në mes që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë fadhalika sa'yu an-nasi bainahuma. Ky është burimi në mes Safas dhe Marvetit, Marwa, kur vrapon domethënë momenti ku ka vrapu Haxheria. Ka dalë dhe ka shiqu dhe ka vështru mos po ndëgjon ndonjë zë, derisa i ka bërë domethënë 7 ecje. Aty përshkruhet se në ato momente kur ka përfunduar te Marwa e kanë dëgju një zë. E kanë dëgju një zë dhe është ndalë duke ndëgju. Pastaj është drejtuar duke thënë qad asma'ta in kana 'indaka ghawathun. Domethënë ka lëshu një zë Haxheria, pra ka qenë një presion, ka qenë një moment të vështirë duke kërkuar momentet fundit ujë për me shpëtu djalin e vet. Edhe ka thonë, më bëre që të ndëgjoj, e ka lëshu pra një zë, e ka ngrit zërin duke thënë se më bëre që të ndëgjoj. Kushdo që t'jesh, nëse ki me mnimu diçka, atëherë më sill atë ndih. Dhe aty kur është afrute e ka pa me lajken e Allahut subhanahu wa taala me krahët e saj apo me thundrat e saj si ka ardhur, duke e grupu tokën afër Ismailit alayhis salatu wassalam dhe ka fillu me dal ujë prej toke. Ka shku Haxheria dhe ujë do të thonë ka fillu duke ndal, sepse Zemzem do të thonë ndal. Pra ka shku në atë formë duke ndal ujë. Bile ka një hadith këtë pjesë gjithë ngjarja do të thonë bazohet në hadith. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Yarhamullahu umma Ismail." Allahu e mëshiroft nënën e Ismailit, pra Haxherën. "Law tarakat Zamzam", sikur ta këshelon atë, mos kishte vendosur pra durt për me pengu ujin. "Law lam taghrif min al-ma'i lakanat Zamzam 'aynan mu'inan."
atëherë kritoka do të mbushej me ujë. Pra mëshira e Allahut subhanahu wa taala që durët e Haxherës pra kanë dalë ujë, sepse ka qenë urë që të shpërthej aty ujë nga uji i Zemzemit. Pastaj me lajket i kanë thënë, ajo ka pi dhe me djalin e vet, me lajkja i ka thënë la takhafu ad-dai'a, mos u friksoni humbjes, pra ju jeni në vendin pra më të sigurt. Fa innaha huna bayt Allah yabni hadha al-ghulam wa abuhu. Me lajka kanë njoftuar Haxherën se kjo është shtëpia e Allahut. Kjo është vendi i shtëpisë së Allahut, do ta ndërtoj ky djalë dhe babai i tij do t'ja së bashku me të do ta ndërtojnë Qabën, pra do ta ndërtojnë Kabe. Aty ka qenë një grup udhëtarësh, Allahu alem duke udhëtuar, ka qenë pikë udhëtimi prej Yemenit drejt Shamit, si duket, kështu ishte. Po më rëndësi kanë kalu një grup udhëtarësh që kanë qenë prej Gjurhum, fis i Gjurhumit, pra arab, edhe kanë qenë nga vendi Kada, edhe kanë zbrit afër Mekës dhe kanë pa një zog duke u silur rreth ujit. Dhe janë mahnit sepse kjo ka qenë shenjë që ka ujë. Dhe kanë thënë këtu s'ka ndodhur ndonjëherë me pas ujë në këtë territor. Dhe i kanë thënë dy persona kur kanë shkuar ata e kanë gjetë Haxherën, edhe kanë thënë na pranon që vi me marr ujë, thotë po, thotë vetëm se më qenë unë pronare e saj. Edhe ju ka dhënë, kjo ka qenë kushti i saj, dhe thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Umu Ismail pra ka qenë gëzuar që kanë ardhur një, pastaj kanë ardhur ai fis dhe kanë banuar aty, që ka pas shoqëri, sepse njeriu nuk mund të jetojë vetëm. Pastaj Ismaili është rrit me atë fis Gjurhum, edhe aty e ka mësuar gjuhën arabe, aty ka filluar domethënë, sepse arab ka pas edhe para Ismailit, mirë por gjuhën e pas arabe ka filluar nga Ismaili alayhis salatu wassalam. Dhe është martu. Pas shumë viteve, sigurisht pasi është rriti Ismaili alayhis salam, dhe gjatë kësaj periudhe Ibrahimi ka qenë në Sham me Sarën. Është martu Ismaili alayhis salam dhe pas martesës ka ardhur Ibrahimi alayhis salam i moshuar edhe në shtëpinë e Ismailit në Mekke dhe ka gjetë bashortën e tij dhe ka pyet si është gjendja, si e keni gjendjen. Ajo i ka thënë se ne jemi në gjendje shumë të vështirë, kemi probleme, nuk kemi ushqim, jemi domethënë fi jahdin wa shidda, pra fa law saqi bi shay. Pastaj e ka porosit, i ka thënë kur vjen Ismaili, thuaj që ta ndroj pragun e shtëpisë. Kur ka ardhur Ismaili alayhis salam, ka njoftu bashortja se kështu ka një person dhe më ka pyet dhe kështu jam përgjigj dhe kështu më ka lënë një porosi. Cila ishte porosia? Apo Ismaili ka porosit diçka? Është përgjigj po, ka ndroje pragun e shtëpisë, atëherë më ka urdhëruar thotë që të nda aty edhe me çutë familja jote. Pastaj e ka marrë një grua tjetër Ibrahim alayhis salam dhe e ka martuar Ismaili alayhis salam, e ka marrë një grua të dytë edhe ka jetuar me të gjithsesi. Pastaj ka ardhur pas një kohe, aq sa ka dashur Allahu ajo kohë të jetë, ka ardhur Ibrahimi alayhis salam dhe ka pyet për gjendjen e saj, për gjendjen si janë. Ajo ka falendëruar Allahun dhe ka thënë ne jemi në gjendje shumë të mirë, ne kemi gjitha të mirat, kemi mish, kemi ujë, gjitha ato. Atëherë ka thënë thuaj Ismailit që ta mban pragun e shtëpisë. Dhe kështu ka ndodhur. Pas ardhjes së Ismailit në shtëpi, i ka treguar gruaja e tij se çfarë ka ndodhur, çfarë ka këshilluar që ta mbaj pragun e shtëpisë. Atëherë thotë ai është prindi im Ibrahimi, më ka urdhëruar që të mbaj ty dhe ti je pra bashkëshortja ime. Pra këtu sigurisht jap më kuptuar se çfarë rëndësie ka që njeriu të ketë i kënaqur me caktimin e Allahut, sa ka rëndësi që gruaja të jetë e devotshme dhe të ketë frikën e Allahut te baraka ve teala. Edhe të mbështetet në Allahun, edhe të mos i humb shpresat, edhe të mos i ngushtoj as bashkëshortit as vetes çështjet, të mos i bëj vështirësi
vetes edhe familjes, por duhet mbështetet në Allahun dhe të bëjë durim, edhe sikurse ka qenë bashkëshortja e dytë e Ismailit alayhis salam. Pastaj, pas një kohe, ka ardhur Ibrahimi alayhis salam dhe ka pa Ismailin, duke rregullu disa shtiza, siç ka ardhur në transmetim, dhe ashtu siç prindi me fëmijë pas një kohe të gjatë, dhe me thonë se si përqafohen, si bashkohen, si përshëndeten, pas saj atëherë ka njoftuar se Allahu te baraka wa taala i thot Ibrahimit djalit e tij, më ka urdhëruar me diçka, a do të më përgjigjesh? Ka thonë gjithsesi. Ato që të ka urdhëruar Allah, thot Allah më ka urdhëruar me ndërtu këtu shtëpi. Një shtëpi, pra Qabën, edhe ka marr Ismaili, ai ka marr gurët, ndërsa Ibrahimi i ka vendos. Dhe çdo gur që e kanë vendos, duaja aty në ka qenë Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zoti ynë, pranoje, taqabbal minna, pranoj këto ibadetet tona, pranoj këtë vepër prej nesh, innaka antas samiul alim, vërtet ja i cili ndëgjon çdo gjë, edhe ndëgjon çdo gjë dhe i gjithditur. Kjo ishte sa i përket deri tek kjo pikë, pastaj inshallah do të vjen vazhdim se si ka ndodhur ngjarja e sprova e madhe që ka urdhëruar Allahu, ka sprovuar Allahu me therrjen e Ismailit, edhe pse ai nuk ka ndodhur, mirë po sprov, do të thonë ka rënë deri në atë mas, saqë ka pranuar të dytë që të sprovohen, të sakrifikohen për të përfillur urnin e Allahut subhanahu wa taala. E personte kaq ishte, o sallallahu wa sallam ala nabina Muhammed.